Cepër. Edhe për ta punën se mi që më kujtua atë punën që thot ky gjatë do ju fosën BE-s, ma ka heq trurin mua I mashtru si ordineri atje. Megjithëse para se të vjet emisioni pata një porrësi nga njeriu im mos I shah njerëzit thoshte, po nuk duroj dot alla. Ma heqin trurin. Po pra se edhe ti po val për shfryrë se tani edhe kur del tu pastaj. Po se shfryr pra. Edhe faleminderit për mundësinë që po më jep se po shfryem tamam. Është shfryrje kështu tamam çliruse. Pra ne nuk ikën ai se ne shfryhemi këtu ke mikrofoni. Po kjo është formë proteste se kjo çfarë. Edhe mund ka paguajt Rama që të shfryhet Aleksi këtu. E thash. Çpotoj. Ramaska. Çka kishe për të thënë për atë si humor me shfryerën edhe nuk kaloi mesazhi. Po, kisha për të thënë këtë që nuk bëhet fjalë ta fusin vendin tonë në Europë sepse përmbyset gjithësia. Gjithë gjë. Pse? Do I bie pastaj që të na japin borxh, kanë e disa lek borxh na kanë edhe gjithë vendet anëtare të BE-s. Na kanë borxh. Të gjithë ata kanë borxh neve shqiptarëve. Pse? Çdo vend I BE-s na ka borxh neve nga 50 miliard euro. Kujt ne gjithë Shqipërisë. Po. Çdo vend I antar I Shtetet Bashkuara të Europës, po, I ka na ka neve borxh dhe po na futën neve në BE, na detyrojnë në kërcasin lekë pa borxh, çfarë do të thonë? Sepse na I kanë vjedhur, na kanë plaçkitur. Është tjetër gjë, nuk është borxh, vjedhja nuk është borxh. Po mirë, do të thënë janë të detyruar si puna e borxhit. Se deshëm e thoj jo dhe po iknis. Me këtë kuptim. Edhe do ndryshoj historia sepse historia e botës është komplet e transformuar, nuk është fare ashtu siç ne e paraqesin. Siç I mësojnë për shkollar edhe me këto. Aty janë pralla që I japin atje. Ata kam thënë një herë këtë unë ty se tani më kujtu. Sa mirë është kompletoj. Kur isha se kam punuar me kondicionera. Do kthehemi ke pyetjet, Mos u largoni. Shpërndajeni live-in, qoftë në YouTube, qoftë në TikTok. Shpërndajeni. Edhe se do atë po I shpërndaj pas herë. Edhe më qelloi njëri mua atje, ishte ky që kishte porosit kondicionerin, shumë e montuar edhe. Se kështu po modest të bëjmë ne edhe, se si janë si ata. Edhe ai qelloi që ishte historian, jepte mësim në Kamës. Edhe I thash una me ato dyshimin tim, I thash una ajo që ti mëson të rinjve atje në klasë, është e diti që është reale ajo si historia apo e kanë modifikuar, e kanë masakruar kështu. E di që nuk është ajo reale, tha, e kanë ndryshuar komplet, s'ka lidhje fare me realitetin ajo që po na paraqesin neve se si fakte historike. Po ti pse e bën atëherë kur e di që janë gjëra të rreme? Unë paguam për ato punë, tani pse unë do të ndryshoj botën thoshte. Çfarë ti thosh? Okej, nuk Alex, do krijojmë një shtet të ri bektashi për të zgjedhur problemet e shtetit që kemi apo thjesht për të krijuar një tjetër problem? Ajo e dytë valla, motor çfarë është? E dytë jonë, po. Amarilun e përshëndes. Është arsyeja e dytë për të shtuar problemet. Këtu në Shqipëri, shive si e shohin, Shqipërinë tonë të bukur, të mrekullueshme, të dashur e shohin si një gomar që duan që t'ia ngarkojnë. Pra kush të hypi pari dhe kush të hypi të gjithë pastaj për herë. Që po e ngarkojnë vazhdimisht me pesha të rënda të herprasershme, domethënë e di si po qëndron Shqipëria tani si po I dridhen ato këmbët, nuk po e mban më atë peshën. Derisa ta rrozojnë komplet bierin tok, edhe mos çohet më, duke mbajtur akoma atë peshën kurriz. Kështu është na shohin ata neve. Se e gomari që vetëm I shtojnë peshë, vazhdimisht peshë mbas peshe, edhe aty mos çohet më. Këtë është kjo shteti Leshit Bektashi. Një problem më tepër. Ku I puno truri më valla. Më vetëm mendje dallëzore mund t'i bëjnë këto gjëra që I shpikin që I sajnë këto gjona. Jo t'ju Alex, po albanëve, pra për pjesën e borxhit e ka Geri që na shkruan, për borxhin që the pra Europa, shtetet e Europës. Ja se kam jo ty thot Alex, po albanëve, se në letra shkruhet Albania, jo Shqipëria. Mbretëria britanike e përdori si klauzol për të mos e kthyer florirën e albanëve shqiptarëve, thot. Ato e lexoja këtë Aleksin, thot. Edhe na kanë, pse pas kanë fshi o burg, fal më. Se e kapi mirë këtë pikë, e vlerëson që e kapi këtë si temë, pjesën e borxhit. Po, e kam pas ditë, po më doli para ca ditësh edhe më uri fresku se kisha harruar çik këtë. Edhe më bëri përshtypje shumë valla kur e lexova këtë. Na kanë hal në sy më bur, jemi aty thoshte që jemi në botë, gjuha jon është ndër më të vjetrat, kurse në Europë është më e vjetra. Gjuha jon. Aq art më vete është gjuha jon, I ka të gjitha mrena.
Është 36 grama që kemi ne, mund të bëjmë lloj-lloj kombinimesh fjalësh. Apo pasurohet bibliotekat, enciklopedirat, gjërat truri jon. Ne kemi edhe fjalorin që përdorim në të përditshme, e kemi shumë të kufizuar më burr. Ç'lidhje ka gjua thot. Për të treguar që vendi jon është baba, këta janë çerrat. E këto të duan me vra babën, duan me shkatru babën. Po, e të komandojnë këto pilivesat e vegjël. Këta duan të bëjnë. Na kanë plaçkit, na kanë pirë gjakun, po të them. E tani erdhi peshkaqeni i madh që quhet Izrael. Me 11 hektar ai shtet do të ketë pasaportën dhe monedhën e vet thot. Se kuptoj çfarë do të blejnë me atë monedhë sepse në ato 11 hektar janë vetëm 2 ndërtesa të atij kulti dhe s'ka asgjë tjetër pak si pa kuptim thot. Po. Jo, ka kuptim ajo vëlla, se ajo është për të shpërbër monedhën tonë, kartë monedhën tonë, do e zhdukin atë. Do thushi tani që po diskutohet futet atë euro. Janë dy për kështu interesat nga që po përplasen me njëra tjetrën. Duhet më na fut dhe euron, po duhet më na fut dhe këtë tani këtë terren. Edhe neve do na thon kë doni nga ato të dyja. Po meqense kjo është më e fuqishme, ha? Do thonë shqiptar do marrin të kartë monedhën që fute. Kupton që sepse ata do banojnë këtu në Shqipëri. I duhet monedha tyre. Po. Se i duan gjonat e tyre ata. Ju duan gjonat e tyre, po të shtëpia jote, të shtëpia jon. Ja thot, me çifutë Shqipëria bëhet e pasur thot. Bëhet e pasur. Ka njerëz që shohin me interes të gjë. Po s'ka Shqipëri pastaj. Shohin si zhvillim më burr. Po tani thjesht i ndrohet emri, burr, ç'është problemi, ndrohet emri ç'ave. S'ka shtëpi, mbetesh pa shtëpi. Nuk kemi histori, do bëjmë si çifutët e dikurshëm që do endemi. Çifutët shansi i vetën thot për të mbizotruar thot. Pra që të dalim pa. Kur ç'të mbizotrojmë, kur të na hypin neve në qafë ata do mbizotrojmë neve? Për të mbizotruar ata sigurisht. Ata ëndra tyre shpushtojnë gjithë botën. Po qendrën duhet ta kenë këtu në mesdhe afër. Do të jemi gjithë pasur thot. Nga që na duan shumë, do na arrisin mirëqenien, të krijojnë të na japin falasteve këtu që neve timi të ngopur të. Po pse nuk i zgjidhin problemet që kemi ne këtu që mos vazhdojnë shqiptarët të dalin akoma nga ky vend. Meqense janë aq pasur dhe na duan. Jo të pasur janë ata, po meqense na duan. Pyet Aleksin, a ka ndonjë vend në botë që do ta përdorin si model, cili vend do të kopionin thonë, nëse do ishit për shembull heqësi i Shqipërisë në vend të Ramës. Se kuptova mirë. Pra ndoshta thot për vendin, cili vend i botës do të merreshim si model ne, Shqipëria që të bëhet. Dhe nëse do ishit për shembull udhëheqës si i Shqipërisë në vend të Ramës. Na lexoje vetë me syze. A më mirë s'ka gjë se do i përgjigjemi të gjitha se janë shumë. Jo, do i përgjigjemi të gjitha si? Se na pyet Aleksin, a ka ndonjë vend në botë që do ta përdornit si model? Në klapa, cilin vend do të kopionit? Mbyllet klapa nëse do ishit për shembull udhëheqësi i Shqipërisë në tani e kapa. Të kërkoj ndjes të gjithëve ju. Pra nëse do ishe ti udhëheqës si në vend të Ramës, cilin vend botës do preferoje që ta çojë Shqipërinë si ai vend? Nuk e di a është e saktë mënyra si e kapa. Do të çoja në nivelin e Zvicrës. Nivelin e Zvicrës. Po Zvicrës e kanë kapa ata mjeshtër apo si? Jo, si nivel. Si nivel, po. Ekonomike, force, pasuri, gjitha domethënë. Sepse e kemi atë potencial. Po kemi këta gjakpirsa që nuk na lën të ecim. Kemi këta të ndyrët që vetëm na ngarkojnë me probleme dhe me situata të çuditshme dhe vështira. Kush do të lejë?